Përshëndetje miqtë e mi. Personazhi i historisë sonë të sotme ra në grackën e idhujtarisë që në moshën 12 vjeçare. Ai çoi dëm kohën dhe paratë e tij me gjërat që dëshironte, megjithëse ato nuk e përmbushën asnjëherë boshllëkun e jetës së tij. Ra aq poshtë sa nuk e shihte dot më veten në pasqyrë, sepse i vinte turp. Sidoqoftë, kjo ishte në të shkuarën, sepse tani zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. E gjete babin? Jo, nuk e gjeta. Nuk kam lënë njeri pa telefonuar. Askush nuk e ka parë. Mami ka kaluar një javë tashmë. Me siguri i ka ndodhur diçka. Ai më ka marrë çekun që mora në punë dhe tani nuk i kemi më parat. E të mendosh që i kishim llogaritur për të paguar faturat. Po ashtu mora vesh se herën e fundit që u zhduk kishte vjedhur kartën e kreditit të gjyshes tënde dhe i kishte shpenzuar të gjitha paratë e saj. Po si ka mundur ta bëj këtë? Është i smur zemër. Ja si e ka bërë. Jo, mami, nuk është i smur. Është i varur ndaj drogës. Mos fol ashtu. Por kjo është e vërteta. Pse mendon se ti dorëzoj ty çelsat e makinës time? Sepse ai i merr së bashku me paratë që kam. E kam të vështirë ta pranoj këtë. Ne e kemi ndjekur dhe e dim shumë mirë që është e vërtet. Ai më tha se do të kërkonte ndihmë. Do të shtrohej në spital. Ne e po të ka gënyer, siç ka bërë gjithmonë. Duhet ta gjejmë para se të ndodh ndonjë gjë e keqe. Po ndiqni të lirë nga prangat radiodramatizimin e historive të vërteta njerëzore. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vinë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin me numër 351, programi që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Jimmy, nuk kemi lënë vend pa të kërkuar. E ja hyr në makinë. Nuk duroj dot më. Nuk i duroj dot më gënjeshtrat, borxhet, vjedhjet. Edhe tani këtë. Nuk e dinim nëse ishe gjallë apo jo. I thon 8 ditë. Më fal, Peti. Tani nuk e di më se më kë jam martuar. Duhet të kërkosh ndihmë patjetër. Personazhi i historisë sonë të sotme ishte 44 vjeç kur jeta e tij kishte arritur në këtë pikë. Për 30 vite ai kishte qenë i varur ndaj drogës dhe alkoolit. Kjo është historia që tregon se kush e ndihmoi të fitonte mbivarsinë dhe mashtrimin. Dëshmia e vërtetë e Jimmy Rowe, që vjen tek ju tani në Të lirë nga prangat. Hera e fundit që e pashti mat tek largohej për herë të dytë në Vietnam ishte në moshën 7 vjeçare. Ai u divorcua nga nëna dhe nuk erdhi më asnjëherë të më takonte. Megjithëse ndonjëherë vizitonte familjen e tij në Virginian Perëndimore, qytetin ku gjendej minjera e Qymyrgurit. E ngurcova zemrën time ndaj figurës atrore, dhe si shembull ndoqa dajën dhe gjyshin. Ata pinin duhan dhe alkool e kështu bëra edhe unë. Isha 12 vjeç kur dikush më ofroi $5 për t'i çuar dikujt një çantë. Ja të ke paratë tua, Jimmy, për mos e thua asgjë në stënde për këtë. Dëgjove? Mirë, nuk do t'i them. Çfarë ka në çantë? Miell. Miell? Ke dëgjuar për drogën apo jo? Kam dëgjuar. E ke provuar ndonjëherë? Jo, megjithëse pi nga pijet alkolike të gjyshit. E po kjo është më e mirë se alkooli, Jim. Të bën të ndjesin në qiellin e 7. Brenda 2 ditëve unë fillova të pija drogë. Tashmë kisha provuar të pija lënë të tjera. Nëna ishte policia për bënte edhe një punë tjetër. Dhe ai ishte tepër e zënë për të vënë re sjelljet e mia. Shkolla shkonte shumë mirë, derisa fillova klasën e 8. Nga ajo kohë e tutje mësoja sa për të kaluar klasën. Petin e njoha kur isha 13 vjeç, por fillova ta telefonoja kur isha 16. Bisedonim shumë në telefon. Si shkoi ndeshja e mundjes? Mirë, u argëtova. Me siguri ke fituar. Qëtë shke me ta. Më pas dolem për të pirë. Po përse e bën këtë kur je ende nën moshë? Peti, ne nuk pim drogë. Thjesht ulemi në një makinë të vjetër dhe pim alkool. Ndonjëherë gjithë natën. Të paktën alkooli është më pak i dëmshëm se droga. Mbrëmjen e shkuar janë dëgjuar të shtëna. E di, më tha nëna. Po nuk i shkove sot? Shkova. E mora edhe dhimbjen e kokës me vete. Jimmy, jeta nuk ka të bëjë thjesht me festat dhe pijet.
Që nga fillimi Peti më dukej personi i duhur për mua. Por ne nuk dolëm bashkë sepse ajo ishte 3 vjet më e vogël se unë. Pavarësisht se I çoja dëm neta duke pirë alkool. Mora një diplomë të thjeshtë dhe fillova një punë me një pagë minimale. Mjaftueshëm sa për të nderuar idhujt e mi, drogën dhe alkoolin. Isha 19 vjeç kur e pash Petin një ditë tek ecte rrugës dhe ndalova për ta pyetur nëse mund ta takoja. Ajo pranoi. Ulu Jimmy, Më mirë të shkojmë diku tjetër ku mund të bisedojmë. nuk mendoj se babai do të më lejoj, E pse jo? sepse ai mendon që reputacioni yt është shumë I keq. Po unë për këtë desha të flisnim Peti. Nëse ti pranon të bëhesh e dashura ime, jeta ime do të ndryshojë për mirë. Dëgjoj Jimmy, e vetmja gjë që duhet të bësh është të kërkosh Zotit të të ndihmoj. Por unë kam nevojë edhe për ty. Ti je vajza e duhur për mua. Gjithnjë e kam ndier këtë. Madje që nga dita e parë që të kam njohur. Edhe unë këtë kam ndier, por... Atëherë bëu e dashura ime. Unë të dua. Zemër, një ditë dua të martohem me ty. Tani për tani kam nevojë të ndryshoj dhe ti ndikon për mirë tek unë. Nuk e di se çfarë mund të thot babi, por... Në rregull, pranoj. Atë Krishtlindje I dhash një unas si shenjë besnikërie. Por babai I saj ende nuk e lejonte që të dilte me mua. Ai ishte një minator qymyrguri që punonte shumë dhe që nuk I duronte mashtruesit. Dhe unë nuk isha gjë tjetër vetë se një mashtrues. Krishtlindjen tjetër bleva një unas fejese dhe mora guximin për të folur me baban e Petit. Deshet më takoje, djalosh? Po, zotëri, unë kam bler një unas fejese dhe do doja të kërkoja dorën e vajzës tuaj për martesë. Më parë duhet të rritesh. Por unë tani jam 20 vjeç. Po ja që unë kam parë 12 vjeçar që kanë më shumë mend se sa ti. Shiko, djalosh, I di shumë mirë gjërat që thuhen lart e poshtë për ty. Zotëri, unë e dua Petin dhe do të kujdesem për të. Ju jap fjalën. Sa herë që largohesha nga shtëpia e Petit, ajo më thoshte se babai I saj donte që të mos kthehesha më. Por unë vazhdoja të kthehesha dhe në vitin 1983, pasi ajo përfundoi gjimnazin, ne u martuam. Arrita ta fitoja respektin e babait të saj, sepse punoja shumë dhe kujdesesha për familjen, madje edhe atëherë kur lindën 2 vajzat tona. Megjithatë, unë vazhdova të sillesha keq dhe kjo sjellje filloi të më merrte gjërat më të shtrenjta që kisha. Jimmy, kjo është birra e tretë që ke pirë pasi mbarove së ngrëni darkën. Edhe? Dhe ky nuk është shembull I mirë për vajzat. Aq më tepër këto cigaret me erën e tyre të keqe. Çfarë thua, moj? Ato janë ende të vogla për të kuptuar. Dëgjoj zemër, ti je modeli që ato do të ndjekin një ditë. Ti the që do të ndryshoje kur të martoheshim. E di kur do të ndryshoj unë, kur të jem 30 vjeç. Të paktën e janë në kish me ne të dielën. Këtë nuk mund ta bëj. Kam një porosi për të kryer. Të lutem, Jimmy, ti ke nevojë për Zotin. Ai mund të të ndihmojë të heqësh dorë nga pija. Unë I kam parë si janë njerëzit kur vinë në kish. Ashtu si hyn, ashtu dalin. Ata e kanë kishën thjesht si mundësi për të dalë shëtitje. Ata do të shkojnë në ferr nëse nuk janë të shpëtuar. Perëndi nuk e mashtrojmë dot duke shkuar në kish. Ai I njeh të gjithë ata që I përkasin atij. Tani po që po fletsi nëna ime. Kjo që po të them është e vërtet. Ti ke nevojë për Zotin. Të krishterët nuk janë të përsosur, por përpiqen ta kënaqin Perëndin. Sidoqoftë, ti nuk duhet të shikosh të tjerët. Duhet I hedhësh syt nga Jezusi, vetëm ai është I përsosur. As ai nuk ishte I përsosur. Ti nuk di se çfarë thua. Jezusi është biri I Perëndis. Edhe duhet I ishte I përsosur, me qëllim që të mund të shlyente mëkatet tona. Unë mendoja se Perëndia po më lejonte që të isha I suksesshëm me biznesin e drogës. Megjithse punoja në një kompani që merrej me sondazhe, shumicën e parave e fitoja nga shitja e paligjshme e drogës. Por Virginia perëndimore ishte një vend I zymt, dhe vetëm disa punë të jepnin fitime të mëdha. Më pas erdhi viti 1990. Do që të shpërngulemi në Karolinën Veriore? Pse? Sepse atje ka më shumë mundësi për të punuar, Peti. Këtu kam 5 vjet që punoj dhe nuk kemi vënë asgjë më njanë. Nënës tënde nuk do t'i vi mirë nëse largohemi. E di, fola me të dhe nuk më mbështeti fare. Por mos u shqetëso, se edhe ajo do të shpërngulet atje, kështu do të jetë pranë nesh. Me sa shoh e pas ke vendosur. Po, vajzat do të fillojnë shkollën dhe kemi nevojë që ato të jenë të sigurta. Për këtë ke të drejtë.
Madje edhe ty do të bëj mirë largimin nga ata shokët e tu pianec. Të droguarit e njohin njëri tjetrin. Pasi u shpërngulëm në Karolinën Veriore, unë u lidha me 45 klient nga shtetet të ndryshme. Nuk e kuptoja që mashtrimi dhe shkatrimi ishin bërë pjesë e imja, sepse mendja ishte shtrembëruar prej përdorimit të drogës. 5 vjet më vonë, i varur ndaj shitjes së drogës, punova turni i tretë si mbikëqyrës në një fabrikë. Çdo gjë në rregull? Po, Jimmy, çdo gjë në rregull. Vazhdon ende të studiosh? Po, kam në plan të bëhem polic. Kur jetonim në vendlindjen time, nëna ishte police. Por u shpërngul këtu që ti ishte pranë meje dhe mbesave. Gjithashtu kam një daj që është shef policie. Pa shiko, nuk e dija këtë. Se harrova. Kam edhe një kushëri që punon si polic. Familja ime merret shumë me ligjin. Po, por mendoj se po humbasin kohën e tyre. Sepse nuk po e kuptojnë që problemin e kam përpara syve dhe që ky problem je ti. Për çfarë po flet? Po flas për task force-ën në luftën kundër drogës, pra. Dgjoj, unë jam i pastër. Kështu që ata nuk kanë fare punë me mua. Megjithse nuk po i kushtoja as pak rëndësi faktit se sa e rrezikshme ishte të shisja drogë, fjalët e tij më shpëtuan. Pastrova çdo gjë dhe kur sherifi erdhi me qenë e tij nuhatës, e sfidova që të kontrollonte gjithandej. Ai nuk gjeti asgjë. Drogën që kisha për të shitur ja kisha dhënë një klienti të besuar. Më pas fillova të merresha me prodhimet farmaceutike, duke i kaluar ato nga një shtet në një tjetër. Fitoja shumë para. Natyrisht, nisa të vrisja mendjen përse njerëzit merrnin pilula. Kështu i provova edhe vet. Shumë shpejt u bëra i varur ndaj oksikontinës, që ishte një heroin sintetike. Për 4 vjet u bëra i varur ndaj drogës dhe kur çmimi i oksikontinës u rrit, u futa në telashe. Përdora kursimet e mia. Kur më mbaronte droga, unë sëmuresha fizikisht. Nuk do të shkosh në punë sot? Jo, nuk ndihem edhe aq mirë. Pse? Çfarë ke? Nuk e shpjegoj dot. Më dhem trupi gjithandej. Mbase duhet shkosh tek mjeku. Jo, ka për të kaluar. Po ti nga e di? E di dhe pik. Zemër, unë mund të dale dhe të blej ilaçe nëse mendon se ndonjë prej tyre do të ndihmoj. Shtua, unë nuk dua të bëhem i varur ndaj ilaçeve. Dhe tani se dua të rri vetëm. Në fund vendosa të mos përdorja më drogë dhe të largohesha prej saj. Tërheqja prej saj më shkaktoi 4 muaj dhimbje. Por prap ndjeja pak kënaqësi për boshllëkun që kisha në jetë. Një natë ndalova në shtëpinë e një miku. Jimmy, si je? Ja, ashtu. Po ju ç'po bëni? Po marrim pak kokainë. Është e vështirë? As pak. Jo, kur i ke mjetet e nevojshme. Që në gjimnaz më ka pëlqyer shija e saj, por nuk e blija dot. Është e lirë sa për ta provuar, por po vazhdove ta pish, të lë pa para në xhep. Kështu që nuk të rekomandoj ta provosh. Nuk më gjen gjë, po e provova një herë. Nuk më kuptove. Nuk je ti ai që përdor kokainën, por ajo të përdor ty. Të konsumon. Sa do doja të mos e kisha provuar asnjëherë. Ai kishte të drejtë. Kur mësova të merrja kokainë, fillova të shpenzoja $10 në ditë. Por kjo nuk zgjati shumë. Unë fillova të përdorja sërish drogë të tjera dhe humba një punë ku paguhesha mirë. Më pas gjeta punë tjetër. Në të njëjtën kohë merrja 2 lëndë të ndryshme narkotike, dhe kjo bëri që të mos punoja siç duhet. Rezultatet e mia në punë ranë dhe më bën analizat për të parë nëse merrja drogë apo jo. Kur zbuluan opium, kokainë dhe marijuanë në sistemin tim më pushuan. Mbeta pa punë. Beti ishte aq naive sa i besonte të gjitha gënjeshtrat e mia. Ndonjëherë ndihesha keq, por ishte shumë vonë. Tashmë kisha rënë në kurthin e drogës. Babi, arrite të gjeje ndonjë punë? Jo. Po vazhdoj të kërkoj. Por ende nuk kam gjetur gjë. Faleminderit Zotit që papunësia zgjat vetëm një vit. Jo, babi. Faleminderit Zotit që mami ka një punë. Kjo është e vërtet. Nëna jote është një grua e mirë. Babi, unë të dua edhe ty. Faleminderit voglushe. Ke marrë ndonjëherë marijuanë ti? Përse pyet? Se jam kureshtar prandaj. Dëshiron të them të vërtetën?
Po, patjetër që të vërtetën duhet më thuash. E kam provuar një herë. Si thua, si kur të marrim ca bashk. Me ty? Mos ki frikë se nuk të bën gjë. Unë kam kohë që e marr. Këtë e di, por nuk më është dukur e përshtatshme të flisja për diçka të tillë. Thjesht mos përdor lëndë më të forta, mirë? Unë nuk e kam bërë, prandaj as ti nuk duhet ta bësh. Gënjeshtra u bë zakon. Mendoja se isha një baba i mirë që merrte marijuanë me vajzat. Nuk isha vetëse një i marr, që po i drejtonte ato në të njëjtën mënyrë jetese që po më shkatronte. Përdorimi i kokainës bëri që të lija më njanë drogat e tjera. Tani ajo nuk kushtonte më 40, por $100 në ditë. Aq sa unë mund të merrja duke punuar 24 orë në ditë, 7 ditë të javës. Nuk më interesonte asgjë tjetër. Asgjë. Pas 3 vjetësh pasoja të bën të qarta. Jimmy, shiko si e bërë kot s'ke lëkur. Duhet hash diçka. Nuk ka mori. Mos më thuaj që po merr drogë. Sigurisht që jo. Si kur të shkoje tek mjeku që të kuptoje se çfarë problemi ke. Nuk kam asgjë. Mendoj se jam thjesht i dëshpëruar. Këtë e shoh. Por nga ana tjetër Obori është një rrëmujë e vërtet dhe shtëpia po shkatërrohet e tëra. Makina ka gjithashtu nevojë që të vësh dorë mbi të. Edhe ti ke kohë sa të duash për t'i bërë gjitha këto, por nuk do. Dëgjoj, Peti, unë ndihem i lodhur gjatë gjithë kohës. Nuk mund të vazhdoj më kështu, Jimmy. Duhet të kërkosh ndihmë. Të paktën eja në kish me mua të dielën. E di që Zoti mund të të ndihmoj. Nuk kam dëshirë të vi atje. Po ti më the se do të ndryshoje kur të mbushje 30 vjeç. Dhe tani je 40. Sa duhet pres akoma? Nuk e di. Zemër, të lutem, mos më ngacmo më. Jimmy, ti ke nevojë t'ja japësh zemrën tënde Jezusit. Ai po të pret. Kisha shkuar disa herë në kish me Petin, dhe e kisha ndjer atë bindjen e fortë për mëkat, por e kisha refuzuar mundësinë për të dalë përpara dhe për t'u shpëtuar. Në vend të kësaj, zhytesha në pislikun e dëshirave të mia, duke u përpjekur ta harroja Perëndin, dhe faktin se ku do ta kaloja përjetësim pa të. Dritat na ishin prerë sepse nuk ishin paguar faturat. Nuk merrja më sigurime dhe kështu fillova të merrja borxh. Një natë një miku im erdhi të më takonte, dhe së bashku ulëm në verandë duke pirë duhan. Sa do doja të kisha ca para për të blerë drogë. E kujt ja thua? Miku Tom Bredit nuk i kërkojmë dot më hua. Biznesi i tij ka falimentuar. As vajzës time nuk mund t'i marrë dot më para fshehurazi. Këtë mëngjes ajo i mori të gjitha parat me vete. Nuk e di për ty, Jimmy, po jeta ime është një lëmsh i vërtet. Ashtu, ha? Po ndonjë të re tjetër, ke? E kam me të vërtet. Do t'jepja gjithçka për t'u shliruar nga kjo barre madhe që kam. E drejt. Unë mendoj vetëm se si të gjej më shumë mall. Sa do doja të mos ju isha kthyer sërish plako. Qëndrova i pastër për një kohë. E di, po ashtu u përpoqe të më paralajmëroje edhe mua, por nuk ta vura veshin. Shiko si jemi katandizur, të thyer edhe të pashpres. Nuk kemi më asnjë shpëtim nga kjo dëshirë. Asnjë shpëtim. Jo pa ndihmën e Zotit. Në fakt, ai është e vetmja mënyrë për të shpëtuar. Peti refuzonte t'i besonte fjalët që njerëzit thoshin për mua. Nga ana tjetër vajza dinin gjithçka. Për festën e babait në vitin 2004, vajza e madhe më ftoi për të luajtur tenis dhe më foli hapur. Je sigur që dëshiron të luash voglushe? Ti nuk më mund dot. Mos harro që un jam kampion, a? Babi, duhet I thuash të vërtetën mamit. Për çfarë po flet? Unë e di që ti merr kokainë. Pam lëre hat. Dëgjoj, ne të kemi ndjekur. Të kemi parë kur ke hyrë në ato vendet ku shitet kokaina. Mos u përpiq më ta mohosh. E ke gabim, vajzë mbar. Un kam një mik që e përdor atë dhe jam përpjekur ta ndihmoj. Babi, mjaft gënjeve. Dëgjoj këtu ti. Ju nuk keni asnjë të drejtë që të ndërhyni në jetën time. Kemi, babi, kemi. Mami meriton më shumë se kaq. Nëse nuk ja thua ti të vërtetën, do ta bëjmë ne. Pse ndalove? Sepse dua të më thuash të vërtetën, Jimmy. Vajzat më thanë se të kishin ndjekur dhe janë të sigurta që ti pi kokainë.
Më thuaj që nuk është e vërtet. Në fakt, është e vërtet. Kam pirë ca. Po tani çfarë do bëjmë? Mos u shqetëso. Do të filloj disa seanca për të dalë nga kjo varësi. Ke për të parë po nuk hoqa dorë. I fillova seancat, por përfundova duke marrë kokainë me drejtuesin. Gjatë kësaj kohe një mik i vjetër kishte dalë nga burgu. Kur ishte brenda, ai kishte pranuar Krishtin. Kështu më ftoi në një shërbes që do të mbahej nga mesi i javës, dhe pa pasur asnjë arsye shkoba. Jezusi tha, s'kam ardhur të tharasë drejtët, por mëkatarët në pendim. Miqtë e mi, Jezusi po ju thërret tani. Ne e shohim dorën e tij në krijim, por e shohim dashurinë dhe mëshirën e tij në kryq. Ai dha jetën duke derdhur gjakun për mëkatet tona në mënyrë që të laheshim dhe të bëheshim më të bardhë se bora. Mendoni se jeni të pamëkat? Ne jo mëni t'u tregoj atë që Perëndia thot nëpërmjet profetit Jeremia. Zemra gënjehet më tepër se çdo gjë tjetër dhe sëmurret në mënyrë të pashërueshme. Kush mund ta njohë atë? Mund ta lexoni edhe vetë këtë varg. E keni te kapitulli 17, vargu 9. Por Jezusi erdhi t'ju jepte një zemër të re, një që ishte e mbushur me frymën e shenjtë. Ja çfarë do të thotë të rinindësh. Në Bibël shkruhet: prandaj nëse dikush është në Krishtin, është një krijesë e re. Të vjetrat shkuan. Ja, të gjitha u bën të reja. Këtu përfshihet edhe zemra. Jezusi po ju thërret tani që ta ndiqni. Ai tha: vjedhësi nuk vjen veç se për të vjedhur dhe për të vrarë e për të shkatruar. Unë kam ardhur që të kenë jetë, e ta kenë me bollëk. Ejani sot dhe dorëzojani zemrën dhe jetën tuaj atij. Pendohuni për mëkatet dhe kërkojeni t'ju jap jetë e re. I rezistova thirrjes së Perëndisë, siç kisha bërë gjithnjë, por nuk mund ta harroja dot dhuratën e tij të shpëtimit. Pasi kaloi një muaj, Peti kërkoi një çek paradhënie nga puna për të paguar faturat. Ndërkohë që prisja çekun, u futa fshehurazi në shtëpinë e nënës time dhe i vodha të gjitha paratë që kishte. Më vonë atë natë u ktheva dhe i mora kartën e kreditit. Kur erdhi çeku i si me shoqe, isha në shtëpi. Kështu e theva çekun në kesh. E vetmja gjë që po dëgjoja ishte zëri i brendshëm i drogës. Vetëm disa para do të marrësh, Gjim. Vetëm disa para. Pjesën tjetër mund ta fusësh në bank, dhe Peti nuk do ta marrë vesh kurrë. U largova për një javë dhe shkatrova gjithçka. U përpoqa të telefonoja në shtëpi, por më vinte aq turp sa nuk arrija as të formoja numrin. Në vend të numrit të shtëpisë time, formova numrin e nënës, dhe sapo dëgjova zërin e saj e mbylla. Përfundova në një motel që gjendej 12 kilometra e gjysmë larg shtëpisë. Kisha turp ta shija veten në pasqyrë. Një shoku im i tregoi Petit vendodhjen time dhe ndërkohë që ata po më kërkonin në korridor, unë u fsheha. Jim, ku je? Mos u përgjigj. Ajo ka ardhur vetëm për të marrë makinën. Ata nuk duan që t'ja dim për ty. Mami, makina sapo u largua. Kam frikë se babi na ka dëgjuar dhe ja ka mbathur. Ata erdhën disa herë rrotull motelit me makinë duke më kërkuar. Kur po shija nëse ishin larguar apo jo, më ngeci koka dhe Peti më gjeti. Ai ishte momenti kur ajo më tha të futesha në makinë. Ajo telefonoi një qendër për të droguarit, por ata thanë se nuk ishte vend të lirë. Më pas më çoi në një urgjencë, por nuk dukesha keq. Kështu nuk më pranuan. Në fund shkuam në shtëpi ku u mbylla në dhomë. Shoku që më kishte marrë në kish erdhi dhe u përpoq të fliste me mua. Jimmy nuk e kuptoi pse i kthehesh vazhdimisht drogës. Ti je më i zgjuar se kaq. Nëse unë munda t'ja dilja mban, edhe ti mundesh. Nuk është e vërtetë. Askush nuk gjen shpëtim prej saj. Kjo është një gënjeshtër e djallit dhe Jezusi do të bëjë të lirë. Kështu thua ti. Jo, kështu thot Jezusi. Ti nuk je përballur ndonjëherë me tundimin, prandaj flet kështu. Jimmy, ti e di shumë mirë që të gjithë ata që e kanë përdorur drogën tundohen. Unë tundohem çdo ditë. Edhe Jezusi u tundua kur ishte në tokë. Por duhet ta kundërshtosh djallin me fjalën e Perëndisë dhe ai do të largohet prej teje. Shko në kish, lexoje Biblën dhe ktheu tek Jezusi.
Rash për të fjetur dhe u zgjova herët në mëngjes. Një meshoqe po flinte. Kështu që ndrova shtrirë duke menduar se si të merrja kokainë. Në fund u ngrita dhe fillova të ecja lart e poshtë. Mendoja vetëm për të bler kokainë. Por Peti kishte mësuar të flinte me kulet në një astek. Mendo pak se sa mirë do të ndihesh kur të marrësh kokainë. Parat mund t'i gjesh diku tjetër. Kontrollo dhomën e vajzës. Edhe vajza po flinte me kulet në një astek. Tashmë ato e kishin marrë mësimin. Kisha menduar që kokainën ta merrja në shtëpi pasi Peti të dilte. Thuaj që do dalësh për të larë makinën. Zito, dil nga shtëpia. Ajo do të të lejoj të kthehesh sërish. Edhe këtë herë mund t'ja dalësh. Gjatë gjithë ditës isha në luftë me veten duke vrarë mendjen se si i meshoqe vazhdonte të më donte. Duke pritur dhe shpresuar që të ndryshoja. Vetëm Perëndia mund ta ndihmonte që të më donte. Doja të ndryshoja, por si? Doja të telefonoja pastorin, ndërkohë që mendoja për paralajmërimet që kisha marrë nga Peti. Ti duhet vetëm t'i kërkosh Zotit të të ndihmojë. Çfarë po kërkon? Kërkoj dikë që të na ndihmojë. Një mënyrë për të dalë nga borxhet. Dëgjoj. Tani duhet bëhem gati për të shkuar në punë. Zot, më ndihmo. Ti më the që do të telefonoje pastorin. Ha, tu përgjigj? Po, edhe do të vi më vonë. Shumë mirë. Kështu nuk do t'jesh vetëm. Jim, çfarë po bën? Do të ruhem. Sot do të ndryshoj. Kështu që do ta nis me fytyrën. Perëndia i kishte folur zemrës time gjatë gjithë asaj dite, dhe më në fund u binda për mëkat. E hoqa mjekrën dhe mustaqet, dhe ky ishte një fillim i mbar. Peti shkoi në punë, por vajza qëndrua në shtëpi në mënyrë që të mos isha vetëm. Në fund, në orën 9:30 të asaj mbrëmjeje, pastori erdhi dhe biseduam së bashku për orë të tëra. Unë dua t'ja filloj duke të treguar se Perëndia të do, Jimmy. Shkrimi na thot, sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha birin e tij të vetëm lindur, që kushdo që beson në të mos u mbas, por të ketë jetën e përjetshme, sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta gjykojë botën, por që bota të shpëtohet me anë të tij. Vëlla Bert, mos më trego se për çfarë kam nevojë. Unë e di që kam nevojë për Zotin. Dhe tashmë kam marrë vendimin t'ia dorëzoj jetën time Krishtit. Gjithçka që duhet të bëj është të lutem i penduar dhe t'i kërkoj atij të më shpëtojë. Me dy vajzat krameje, rash në gjunjë duke qare duke u lutur dhe i kërkova Perëndisë të më shpëtonte. Dhe ai këtë bëri. Kur Peti telefonoi në mesnat për të na kontrolluar, i thash se isha shpëtuar. Mëngjesin tjetër telefonova të afërmit dhe miqt, për t'u treguar atë që Zoti kishte bërë për mua. Po atë ditë takova shokun tim i cili kishte sjell kokainë dhe priste që ta pinin bashk, por refuzova. Dhe ky ishte fillimi i një fitoreje të re nëpërmjet Jezus Krishtit. Ishte viti 2004 dhe tani unë shkoj në një shkollë biblike. Kështu mund t'i ndihmoj edhe të tjerët të bëhen të lirë nga prangat. Jimmy Rowe shërben sot në burgje dhe spitale. E vërteta e dashurisë dhe e fuqisë së Perëndisë për t'i bërë njerëzit të lirë e mbush atë çdo ditë me pasion. Kjo liri vlen edhe për ju miqtë mi. Nëse dëshironi, ju mund të kërkoni Perëndisë t'ju shpëtojë. E nëse keni nevojë për ndihmë, unë do t'ju ftoja të luteshit së bashku me mua tani. Ati dashur qiellor, unë besoj që Jezusi vdiq për mëkatet e mia. E besoj se ai u ringjall prej së vdekurish, duke më dhënë fitore mbi mëkatin dhe mbi vdekjen. Zot, më shpëto, eja në zemrën dhe në jetën time dhe më ndihmo të ndjek Jezusin. Në emrin e tij unë lutem. Amen. Nëse jeni lutur së bashku me ne ose nëse dëshironi të dini më shumë, ju ftoj të na shkruani në Radio 7, kutia postare 2914 Tiranë, ose mund na dërgoni një email në info@radiovis7.net. Ndoqët programin me numër 351. Kjo ishte historia e vërtetë e Jimmy Rowe, të lirë nga pranga, të prodhuar nga Pacific Garden Mission dhe u soll për një gjuhë shqipe nga Radio 7 në Tiranë, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Do të ishte kënaqësi të dëgjonim se si ka ndikuar këto programe në jetën tuaj. Ndaj mos harroni të na shkruani. Deri herë në ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.